Në ditën ndërkombëtare për reduktimin e riskut nga fatkesit, në qytetin e Elbasanit u zhvillua aktiviteti ndërgjegjësues për rëndësinë e parandalimit, përgatitjes dhe reagimit të koordinuar ndaj rreziqeve natyrore dhe emergjencave. Në aktivitet morën pjesë Drejtori i Përgjithshmia KMC, zoti Haki Çako, kryetari i Bashkisë Elbasan Gledian Llatia, si dhe përfaqësues nga Prefektura e Qarkut Elbasan dhe institucione të tjera vendore. Gjatë aktivitetit u informuan dhe ndërgjegjësuan qytetarët mbi mënyrat e mbrojtjes, veprimet që duan ndërmarrë në situata emergjente dhe rëndësinë e bashkëpunimit për ndërtimin e komuniteteve më të sigurta dhe më të qëndrueshme. 13 tetori është dita ndërkombëtare e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, si institucioni i qeverisë në fushën e përgjithësisë së Ministrisë së Mbrojtjes, ka marrë masa pothuajse në të gjitha qarqet dhe bashkitë për të zhvilluar aktivitete që lidhen pikërisht me sensibilizimin dhe në përfshirjen në zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore. Tashmë Shqipëria është qartësisht e orientuar me direktivat e Bashkimit Evropian, qoftë në aspektin e legjislacionit apo dhe në hartimin e dokumentave bazë për zvogëlimin e riskut, dhe ka hartuar një strategji qeveria shqiptare, strategji për zvogëlimin e riskut që konsiston edhe në implementimin e planit kombëtar të emergjencave civile, i cili zbërthehet apo detajohet më pas nga bashkitë dhe nga gjithë njësitë e pushtetit vendor. Fakti që kohët e fundit, pothuajse që të gjitha bashkitë dhe prefekturat janë në zbatim të ligjit 45 për mbrojtjen civile, duke hartuar këto politika, do të thotë që dhe gatishmëria atyre ka rritur, është tashmë në maksimum, sikurse mund të themi që dhe investimet e qeverisë shqiptare për zvogëlimin e riskut kanë qenë vit për vit në rritje, ndaj dhe jemi tashmë në një fazë e cila konsiston drejt për drejti në investimet paraprake përpara se të ndodhin fatkeqësitë natyrore, ndryshe nga kohë më parë ku na duhet të prisnim të ndodhte një fatkeqësi pastaj dhe të reagonim. Reagimi sot vjen pikërisht në përputhje të plot me hartimin e një strategjie apo një masave paraprake që konsistojnë në zvogëlimin e riskut. Më pas u zhvillua një ndalesë në shkollën e mesme Konstantin Kristoforidi, ku organizua një simulim i një emergjence nga zjarri.